Ne jemi Agjencia e Sigurimit të Depozitave, institucioni përgjegjës për sigurimin dhe kompensimin e depozitave në çdo bankë dhe shoqëri kursim krediti në Republikën e Shqipërisë. ASD-ja siguron depozitat dhe i kompenson ato deri në nivelin maksimal 2.500.000 lek në çdo bankë dhe 2 milion lek në çdo SHKK, në rast se banka ose SHKK-ja vendoset në likuidim të detyruar. Kush përfiton nga sigurimi dhe kompensimi i depozitave? Çdo depozitues individ, tregtar dhe shoqëri tregtare. Si kryhet kompensimi? Procesi i kompensimit fillon kur ASD-ja njoftohet me shkrim nga Banka e Shqipërisë për vendosjen e bankës ose SHKK-s në likuidim të detyruar. ASD-ja merr dhe përpunon të dhënat për depozitat dhe depozituesit nga banka ose SHKK-ja e vendosur në likuidim. Përgatitet lista përfundimtare e depozituesve me shumat përkatëse për kompensim, dhe kjo listë dërgohet te banka agjente në të cilën do të kryhet pagesa. Në çdo rast, kompensimi i depozitave kryhet në lek. Shuma që përfiton çdo depozitues llogaritet. Totali i depozitave plus interesi deri në ditën e vënies së bankës ose SHKK-s në likuidim të detyruar, minus detyrimet me vonesë. Po depozitat në valutë huaj? Depozitat në valutë të huaj konvertohen në lek sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë. ASD-ja njofton depozituesit për fillimin e procesit të kompensimit dhe gjatë gjithë procesit jep informacionin e nevojshëm për depozituesit dhe për publikun nëpërmjet kanaleve të komunikimit. Çfarë është banka agjente? Banka agjente është një nga bankat antare të skemës, e cila kryen pagesat e kompensimit në emër dhe për llogari të ASD-s. Çfarë dokumentacioni duhet të paraqes për të përfituar shumën e kompensimit? Për të përfituar shumën e kompensimit, depozituesit individ duhet të paraqesin vetëm dokumentin e vlefshëm të identifikimit. Depozituesit tregtar dhe shoqëritë tregtare duhet të paraqesin ekstraktin origjinal nga QKB-ja, certifikatën e regjistrimit NUIS në organin tatimor, dokumentin e identifikimit të administratorit. Për depozituesit që përfaqësohen nga persona të tretë, si dhe për raste të tjera të veçanta, agjencia gëzon të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë. Si mund të marr pagesën e kompensimit në bankën agjente? Këtë e vendosni ju, pagesë me lek në dorë, depozit në bankën agjente ose transfert në një bank tjetër që e zgjidhni ju. Agjencia mund të vendos edhe mënyra të tjera kompensimi. Në përfundim, agjencia njofton depozituesit për mbylljen e procesit të kompensimit dhe trajton rastet e veçanta dhe pretendimet. Po nëse kam pretendime? Depozituesit që kanë pretendime në lidhje me kompensimin e depozitës së tyre mund të ankimojnë duke dorëzuar formularin e ankimimit pranë bankës agjente ose ASD-s. Depozituesve që nuk paraqiten brenda afatit ligjor, u ruhet e drejta për kompensim brenda 10 vjetëve.